Tensioni I lartë I gjakut, I njohur gjithashtu si hipertensioni, njihet si vrasësi I heshtur. Çfarë e bën atë kaq të rrezikshëm? Fakti që miliona njerëz në mbar botën jetojnë me këtë gjendje pa pasur absolutisht asnjë simptom të dukshme. Por, a do të thotë kjo që nuk ka asnjë shenjë paralajmëruese? Jo domosdoshmërisht. Sot do të zbulojmë 5 simptoma të hershme që trupi ynë na dërgon, por që shumica prej nesh I injorojnë ose I konsiderojnë si probleme të vogla të përditshme. Këto simptoma mund të jenë kyçi për të zbuluar tensionin e lartë përpara se ai të shkaktojë dëmtime serioze në organet vitale. Simptoma e parë: dhimbjet e kokës në mëngjes. Shumë persona zgjohen në mëngjes me një dhimbje të mpreft ose të mpirë në pjesën e pasme të kokës. Zakonisht, këto e atribojnë te pozicioni I gabuar I gjumit apo te stresi I përditshëm. Por, a e dini se dhimbjet persistente të kokës në orët e para të mëngjesit mund të jenë një sinjal alarmi I tensionit të lartë? Sipas kërkimeve mjekësore, kur tensioni I gjakut rritet gjatë natës, ai ushton presion mbi enët e gjakut në tru. Ky presion I shtuar krijon një ndjesi dhimbjeje që zakonisht përqendrohet në pjesën e pasme të kafkës dhe shfaqet pikërisht kur personi zgjohet. Ndryshe nga dhimbjet e zakonshme të kokës që vijnë nga tensioni ose dehidratimi, dhimbjet e lidhura me hipertensionin kanë një natyrë pulsimi dhe mund të shoqërohen me një ndjesi rëndimi. Çfarë gën këtë simptom veçanërisht të rëndësishme? Fakti që shfaqet në mënyrë të përsëritur, sidomos në mëngjes, kur trupi është në pushim. Nëse vini re se zgjohen shpesh me dhimbje koke që zhduket gradualisht gjatë ditës, kjo mund të jetë një shenjë që tensioni juaj I gjakut po arrin nivele të larta gjatë natës. Mos e anashkaloni këtë simptom. Një dhimbje koke e thjesht mund të jetë sinjali I parë që trupi juaj po lufton me presion të lartë të gjakut që po dëmton enët tuaja të gjakut. Simptoma e dytë: marramendje dhe ndjesia e lehtësimit. A keni përjetuar ndonjëherë një ndjesi të papritur marramendjeje kur ngriheni shpejt nga karrigja? Ose ndoshta ndiheni të paqëndrueshëm kur lëvizni papritur? Shumë njerëz e konsiderojnë këtë si një gjë normale, veçanërisht me kalimin e moshës. Mirë po, episodet e shpeshta të marramendjeve dhe ndjesia e lehtësimit mund të jenë simptoma të tensionit të lartë që nuk duhen injoruar. Por, si lidhet tensioni I lartë me marramendjen? Kur tensioni I gjakut është I lartë në mënyrë të vazhdueshme, ai ndikon në aftësinë e zemrës për të pompuar gjak në mënyrë efikase në të gjitha pjesët e trupit, duke përfshirë trurin. Kjo mund të rezultojë në flukse të qarkullimit të gjakut në tru, duke shkaktuar ndjesinë e marramendjeve. Ekspertët mjekësor shpjegojnë se marramendja e shkaktuar nga hipertensioni ka karakteristika specifike. Ajo nuk lidhet domosdoshmërisht me pozicionin e trupit, por mund të shfaqet edhe gjatë aktiviteteve normale të përditshme. Disa persona përshkruajnë një ndjesi sikur dhoma po sillet rreth tyre, ose sikur po humbasin ekuilibrin pa asnjë arsye të dukshme. Veçanërisht shqetësuese është kur marramendja vjen papritur dhe shoqërohet me vështirësinë e ecje ose në ruajtjen e ekuilibrit. Kjo mund të jetë një shenjë e një situate më serioze, madje edhe një aksidenti cerebrovaskular, që është një nga komplikacionet më të rrezikshme të tensionit të lartë të pakontrolluar. Nëse përjetoni marramendje të shpeshta, është thelbësore të konsultoheni me një mjek dhe të kontrolloni tensionin tuaj të gjakut. Ndonjëherë ajo që duket si një simptom e thjesht mund të jetë shenja e parë e një problemi shumë më të madh. Simptoma e tretë: lodhja e vazhdueshme dhe mungesja e energjisë. Ndiheni të lodhur edhe pasi keni fjetur mjaftueshëm. Aktivitetet që dikur I kryenit me lehtësi tani ju duken të raskapitshme? Lodhja kronike është një nga simptomat më të shpërfillura të tensionit të lartë, pikërisht sepse shumë njerëz e konsiderojnë si pasojë të stilit të jetës së ngarkuar. Por si e shkakton tensioni I lartë lodhjen? Kur presioni I gjakut është I lartë, zemra duhet të punojë shumë më fort për të pompuar gjak nëpër arteriet që janë të ngushtuara ose të dëmtuara. Kjo punë shtesë e zemrës konsiderohet si një ngarkesë e madhe për organizmin, duke rezultuar në ndjesi të vazhdueshme lodhjeje dhe mungesë energjie. Studimet mjekësore tregojnë se hipertensioni I pakontrolluar mund të dëmtojë arteriet që transportojnë gjak nga zemra në të gjithë trupin. Kur këto enë të gjakut dëmtohen, organe vitale si truri, muskujt dhe indet e tjera nuk marrin sasinë e nevojshme të oksigjenit dhe lëndëve ushqyese. Kjo çon në një ndjesi të përgjithshme dobësie dhe lodhjeje që nuk zhduket edhe pas pushimit. Një shenjë tjetër karakteristike është mungesa e rezistencës gjatë aktiviteteve fizike. Njerëzit me tension të lartë shpesh vërejnë se mbeten pa frymë shpejt gjatë ushtrimeve që dikur I kryenin pa vështirësi, si I të ngjiturit e shkallëve apo një shëtitje thjesht.
Kjo ndodh sepse zemra e mbingarkuar nuk mund të furnizojë në mënyrë adekuate muskujt me gjak të pasuruar me oksigjen gjatë përpjekjes fizike. Mos e nënvlerësoni lodhjen e vazhdueshme. Nëse ndiheni të raskapitur vazhdimisht pa një arsye të qartë, është koha për të kontrolluar tensionin tuaj të gjakut. Lodhja mund të jetë mënyra e trupit tuaj për gjithë thënë se zemra po përpiqet shumë për të mbajtur gjithçka në funksion. Simptoma e 4. Palpitacione dhe rrahje të paregullta të zemrës. A keni ndjerë ndonjëherë sikur zemra juaj po lëshon rrahje, por rreth shumë shpejt ose po dridhet brenda kraharorit? Këto ndjesi, të njohura si palpitacione, janë më shumë se thjesht të pakëndshme. Ato mund të jenë një sinjal paralajmërues i tensionit të lartë që po ndikon në zemrën tuaj. Kur tensioni i gjakut mbetet i lartë për një periudhë të gjatë, ai vendos një presion të madh mbi zemrën. Organi ynë më vital i detyruar të punojë më fort për të kundërshtuar rezistencën e shtuar në enët e gjakut. Me kalimin e kohës, kjo mund shkaktojë zmadhimin e muskujve të zemrës ose ndryshime në strukturën e saj. Këto ndryshime strukturore mund të ndikojnë në sistemin elektrik të zemrës, duke krijuar kushte për ritme të parregullta të zemrës, të njohura si aritmia. Disa persona përshkruajnë palpitacionet si një ndjesi dridhjeje, tjetër si një goditje të fortë në gjoks, ndërsa të tjerë ndjejnë sikur zemra po vrapon pa kontroll. Çfarë bën këtë simptom veçanërisht shqetësuese? Palpitacionet e shkaktuara nga tensioni i lartë mund të jenë një shenjë fibrilacionit atrial ose formave të tjera të aritmisë që rrisin ndjeshëm rrezikun e goditjes në tru apo dështimit të zemrës. Sipas ekspertëve, kur palpitacionet shoqërohen me simptoma të tjera si marramendjen, dhimbjen në gjoks ose mungesën e ajrit, situata bëhet emergjente dhe kërkon vëmendje të menjëhershme mjekësore. Mos i injoroni këto lojra të zemrës. Nëse ndjeni rrahje të çrregullta, veçanërisht në mënyrë të përsëritur, është thelbësore të kontrolloni tensionin tuaj të gjakut dhe të konsultoheni me një kardiolog. Zemra juaj po përpiqet t'ju tregojë se diçka nuk shkon si duhet. Simptoma e 5. Gjakderdhje nga hundët dhe probleme me shikimin. Gjakderdhjet e shpeshta nga hundët dhe ndryshimet në shikim janë ndër simptomat më vizuale të tensionit të lartë. Megjithatë, shumë njerëz nuk i lidhin me presionin e gjakut. Le të shkurtojmë këto dy simptoma që shpesh shfaqen së bashku te personat me hipertension. Gjakderdhjet nga hundët ndodhin kur enët e vogla të gjakut në mukozën nazale plasen. Megjithse mund të kenë shumë shkaqe, gjakderdhjet e shpeshta ose të pashpjegueshme janë të lidhura ngushtë me tensionin e lartë. Kur presioni i gjakut rritet papritur, veçanërisht gjatë një krize hipertensive, ai mund të shkaktojë plasjen e kapilarëve delikat në hund. Studime mjekësore tregojnë se gjakderdhjet e përsëritura nga hundët, veçanërisht ato që ndodhin pa ndonjë traumë ose shkak të qartë, duhet të jenë një arsye për të kontrolluar tensionin e gjakut. Nëse vëreni se keni gjakderdhje nga hundët më shpesh se zakonisht, veçanërisht në mëngjes ose shoqëruar me dhimbje koke, ky është një sinjal që nuk duhet injoruar. Sa i përket problemeve me shikimin, tensioni i lartë mund të dëmtojë enët e vogla të gjakut në sy në mënyra të ndryshme. Retina, pjesa e syrit që është e ndjeshme ndaj dritës, përmbar një rrjet delikat të enëve të gjakut që ushqehen me oksigjen dhe lëndë ushqyese. Kur tensioni i gjakut është i lartë, këto enë mund të dëmtohen, të tërbohen ose të pësojnë gjakderdhje. Simptomat e problemeve me shikimin të shkaktuara nga hipertensioni përfshijnë shikim të turbullt, shikim të dyfisht, njolla që lundrojnë në fushën vizuale ose në raste të rënda, humbje të papritur të shikimit. Një gjendje e njohur si retinopatia hipertensive mund të zhvillohet kur tensioni i lartë dëmton vazhdimisht enët e gjakut të retinës. Mjekët oftalmolog shpesh zbulojnë shenja të tensionit të lartë gjatë ekzaminimeve rutinë të syve, edhe përpara se pacienti të di se ka hipertension. Kjo e bën kontrollin e rregullt të syve një mjet të rëndësishëm për zbulimin e hershëm të tensionit të lartë. Nëse vëreni ndryshime në cilësinë e shikimit tuaj, shikim të turbullt që vjen dhe shkon, ose pende të kuqe në syt tuaj, mos hezitoni të kërkoni ndihmë mjekësore. Këto mund të jenë shenja që tensioni juaj i gjakut po dëmton strukturat delikate të syve tuaj. Siç kemi parë, tensioni i lartë nuk është gjithmonë plotësisht i heshtur. Trupi ynë na dërgon sinjale, dhimbje koke në mëngjes, marramendje, lodhje e vazhdueshme, palpitacione dhe probleme me hundët apo shikimin. Problemi është se shumica prej nesh i shpërfillim këto simptoma, duke i atribuar shkaqeve të tjera më të zakonshme. Është thelbësore të kuptojmë se tensioni i lartë, nëse mbetet i pakontrolluar, mund të shkaktojë dëmtime serioze në zemër, tru, veshka dhe organe të tjera vitale. Komplikacionet përfshijnë infarkt të miokardit, goditje në tru, dështim të veshkave dhe madje humbje të shikimit.
Lajmi i mirë është se hipertensioni mund të diagnostikohet lehtësisht me një matje të thjeshtë të tensionit të gjakut. Dhe sapo të diagnostikohet, ai mund të kontrollohet në mënyrë efektive përmes ndryshimeve në stilin e jetës dhe, nëse është e nevojshme, me medikamente. Çfarë duhet të bëni nëse keni njohur ndonjë nga këto simptomat e vetja? E para, mos hyni në panik. Këto simptoma mund të shkaktohen nga shumë gjëra të tjera, por është absolutisht e nevojshme të kontrolloni tensionin tuaj të gjakut sa më shpejt. Nëse jeni mbi moshën 40 vjeç, duhet të kontrolloni tensionin tuaj të paktën një herë në vit. Nëse keni faktor rreziku si histori familjare të hipertensionit, mbi peshë, jetë sedentare, stres të lartë ose ngrënie të shumtë të kripës, duhet ta kontrolloni më shpesh. Mbani mend, parandalimi dhe zbulimi i hershëm janë armët më të fuqishme kundër tensionit të lartë. Duke qenë të vëmendshëm ndaj sinjaleve që trupi ynë na dërgon dhe duke vepruar në kohë, ne mund të mbrojmë zemrën tonë, trurin tonë dhe shëndetin tonë të përgjithshëm për vitet që vinë. Mos i nënvlerësoni simptomat e vogla. Ato mund të jenë shenja të para që trupi juaj ka nevojë për ndihmë. Dëgjoni trupin tuaj, kontrolloni tensionin tuaj dhe merrni masat e nevojshme për të mbajtur presionin e gjakut nën kontroll. Shëndeti juaj varet prej tij.